Bravo Murat me shok i lumt që keni hapur në këtë emision. Publikit dashur, mirë mbrëmë dhe mirë se jetë edhe në këtë javë, si çdo javë tjetër zot prandë jemi bashkë me miliona shqiptarë në krejt botën. Unë falenderoj ata që përkrojnë këtë emision që numri më i madh është, përkrojë më madh është nga publiku jonë që është në krejt botën ku ka shqiptarë. Faleminderit që jeni me neve edhe na jena me juve. Falenderoj partnerët tonë që janë gjigant në rubrikën e Kosovës. Cima Construction është kompania më e madhe në Kosovë që e ka ndërtuar tashmë një Kosovë të re. Me pas Tokja, Kosovë, Cima Construction e kishë bëhë një Kosovë të re. Ka ndërtuar në Ferizaj, në Lipjan, në Prishtinë, në Fushë Kosovë, në Soharek, në Prizren. Pra, Cima Construction është emri më i madh i ndërtimeve në Republikën e Kosovës. Pijen tonë zyrtare që kem Golden Eagle dhe që është pija brand e këtij vendi, që e takojmë çdo vend të Evropës dhe të botës gati, që shet 5-6 kanaçe në një sekond. Domethënë është kompani, çka më thonë, krenaria e këtij vendi, energjia e këtij vendi, por e ka edhe pijen 100% pa sheqer, natyral, që prodhohen nga kompania njohur tashmë në Kosovë, Frutex në Suharek. E ke Marionin kompani i cili e ka ndërtuar krejt Vushtrinë dhe Mitrovicin, tash e kemi në Prishtinë, duke ndërtuar një lagje të re, Prishtina re. Ata që dojnë me bleni banesë dhe me pakit pjesën e vjetër nga reja, Marioni kompani e ka zgjidhjen për juve. Në verë kem nevojë për klimatizim, për aerosje, për ftoje. E këtë punë mas miri e kryen Italtermi që është në Prizren dhe në Soharek, që na ka sjellë në Kosovë tash shumë vitin një brand italian që quhet Ferroli, na freskon shpirtin verës edhe dimrit, na kënaq shpirtin. Kushdo më dog bukur me mjell flokt në Vatan Med, në Shkup, me një staf profesional, edhe në Prishtinë, që vinë nga Turkia, mjek pra specialist të mbjellës flokut, tash kemi në Vatan Med, në Prishtinë dhe në vilajetin më të madh shqiptarëve, në Shkupin tonë të dashur. Për më dok hala ma bukur mëndej, e kemi Diamonds Clinic që është në hymjet Prishtinës të British School me 10 tretmone lëkure me laserin Kandela i cili laser tash është trend në këtë botën dhe e krym punën për 5 seanca për mrekulli si një gotë e bukur në vitrinën e juaj. Kështu që ju doni më dok bukur, shkoni te Diamonds Clinic me një staf profesional dhe me një teknologji të avancuar për më dok për më fresh. Veshjen time tash është shumë Labinot Gashi, miku im i dashur i cili ka dalë me lokacion të ri në rrugën Prishtinë Ferizaj, kilometri 13, Valone, keni nënën e djathtë. Kati i dytë, labi ju pret, ju bën zgjidhje tash për semi-matura, matura edhe martesa. Veshje ekskluzive vetëm për meshkuj. Mjek flok për deni, nardë flok të rruga B. Për më dog bukur kështu kjo ambient me këta trupa ndriçues Lustera, shkojmë në Ferizaj, e kemi një kompani që është më madh janë në Ferizaj. Elektroluli ju bën zgjidhje për shtëpi apo vende ku jetoni ju. Unë sonte kam një ekip të mysafirëve kështu special. E kemi një vajzë që ka ardhur më herët pak, para një viti e gjys, është lind në Amerikë dhe është kthy në qytetin më të madh shqiptarëve në Shkup. E kemi Albana Aliun. Alban? Mirë se erdhe. Are you happy? Happy. Sigurt? Po. Bravo. Kështu që në onën time të djathtë kam njënin prej trajnerëve të fitnessit më me zonë për momentin në Kosovë. Xhim Hajzeri, i cili sonte na ka ardhur me 2 vajza, sigurisht janë vajzat që Xhimi punon me to edhe ka filluar ndoshta më bon stërvitje. Xhim, mirë se na erdhe. Me Roma, përshëndetje për të gjithë shikuesit, përshëndetje edhe për ty shpëtim. Xhim, a jetuni komod? Po, normal, shumë komod. Vajzat apo na njoftëm kush janë vajzat? Këtu janë 2 klientet mia që ushtrojnë me mua. Okej. Kjo është Gjovona, ndërsa kjo është Rina. Që që thoni ju këtyne, klienta i thua? Po. Që vinë, sa klienta i ki Xhim ti personal që ju ushtron? Po, normal, sash janë 22 klienta kam personal, ndërsa klientat që janë veç me antarësim normal në fitness janë dikun në rreth 350 klienta që kam. Ti ki 22? 22 kam tani për momentin. Po. Çka po lipi më shumë klienta tu, çka po dojë më shumë? Po mvorët. Me hek pesh, me shtu pesh, mu dog bukur. Normal që krejt e kemi një qëllim që mu dog sa më bukur. Aha. Po kemi edhe për atyne që dojnë veç me hek pesh, kemi që dojnë me shtu pesh, kemi edhe që kanë probleme shëndetësore, edhe ata dojnë që me kaluar pjesën e probleme të tyre me shpinë ose me kombo ose me çka dashur kanë dhimbje. Dhe çdo herë jemi pranë tyne dhe çdo herë veç po më duket mas kërkesat më të mëdha janë për me hek pesh. U zboni fat trendi kështu me hek pesh më duk dop. Të njerë komi më duk trash tash dop më duk. Po.
kemi edhe për atyne që dojnë me hek peshë edhe se cili që do me hek peshë dhe 10-15 kg për një muj e kanë garantuar që më hek. Me sharpje dhe ka me ushtrime? Me sharpje për me ushtrime, edhe me plan të ushqimit. Okej. Po në pjesë më të mëdha tani për tani që kemi janë që jam të punu me femra, dhe më thonë që dojmë me ndërtu me pas pjesë ndërtim mosës muskulare. A ma shumë, do më thonë, ka kërkesë për femrë si për moshkëve? Po, njerë për njerë, po da kjo smundje, ma shumë për femra. smundje më Se do, femra aja të ri sa ma shumë smundje. veti goti që shtojmë ne, se E vërtet. me shkojt pak marë pak. Femrat janë pak ma shumë, kanë ma shumë disiplinë, moshkët janë pak ma kështu. Po. Atim Edhe shumë e pesh. vërtet. Po, ma kallaj me punu me një femër, sepse me një moshkull. A janë ma të dëgjushme, as ka problemi? Shumë. Për me, a? E djemë të heqë kështu, kujtë në veti. Vjen një muj dë dhe të kenë regull e jetë sa. A ke pasi që janë një mu 2 orë kur mo? po. Kush ai? Une. E ti je një Se s'po ka ndërta. zënë? Po jo, je Po, konë një unë lazim se ndërta, i ke morë 10 kg, ose di 12, nuk e di, po një muj e diçka. O, apet mi hangërën Edhe sta. e ke ndërprej, edhe e ke ndërprej. Apet mi hangërën sta më sa Edhe fjet. ma Ishtova atë një jo. 10 kg, mi hangërën. Edhe ti si ke besu që më një 70 kg, për... Shpeti ku shtu. Po e ke shtu, po ti mësë me pa ndërprej, tash që shtojmë na për veri shekon... A më mos s'po më rrishin killat. Albani ishtova një 10 kg, po s'po më rrishin mirë. Heqa. Dhe më thonë mu dash numri madh mbeke, mundrun me tesha, mundrun me... Shpetim, se ke pos problemi që strinë ato kilogram ty, po Disiplina. s'ki qef me investu në tesha në sene. Po, dhe mi përdor E tu kanë një dhimë parë porët e pata e 15 këtyra vjet. apet në shën që e konë, me... Krejt për vesh, apet. Po, normal. Ja, ish një farklatësie, ku shkojsha, i më shkullja 2 muaj vitës, publike dashur, qa që fort mora energji, do isha kjerën me hangër. Pse të vjeni me atë zimë që energji që shtu? Ka të vjen që Shumë e energji. vërtet se asë njerë së më karon me të prit në termen, I sakta. gjithë herë e kom para mi në termen, dhe më Sakt. më shtime. Po. Jam zvistran kështu me saktësi. A mo ka të vjen që ajo energji të zimë që shtu kur i e në Normal, fitness? se zahër që të bëjsh fitness, një është ma energjik, e nëzjerë, dhe mon je pozitiv zahër, Po. s'ki nervoz, stres, i kalon gjitha. Vojza, a po shkoni rregullisht ju? Jepe mikrofonin. Po. Rregullisht, sa herë në javë? Varet tash që qysh njesh edhe sa ki Bare sa është java, e gash. Po. Zakonisht shkojna çdo ditë, po diellën e kena zakonisht pushim. Po më në me morë edhe një herë në javë, dhe më thonë pushim që dojna. Që Mu më jep ke pushim 3 ditë, do më thonë 3 ditë ku pushu, 3 ditë ku mushtru. Po na nuk lodhëm tash. Si Ah, ke- okej, do më thonë ju keni pak ma kështu, ma chill. Po, na Nuk e të dojna... myt. Na dojna me bo mirë tash. A për është i vetë. rept. Jo, në fakt jena shumë mirë me ta, shumë trajneri mirë edhe nina shumë shtirë në çdo pjesë. Ka trajnera që nashta në nina siklet, po jam shumë mirë edhe më bën shumë mirë, më jap energji, më jap motiv për me shku në fitness vazhdimisht. Edhe jam shumë mirë njohëse për qitësan, se besoj që s'kisha mujt me vazhdu këtë farë Që pjese. sa ku po shkon në stërvitje? Që 3 muj. Që 3 muja, Po. pendjen kështë që i okej? Po, kam shtu edhe kilogram, faleminderit prej ximit, sa jum kanë shumë në pesh, Që thërë në hall, në shqiptar. Zajf. Okej. edhe normal, e një shumë vetën shumë ma mirë, jam tu një edhe me energji shumë ma mirë, kam shumë pozitivitet, energjin ekstrem këm, kështu që po, Po njëna të shumë. gjithë të murrejmë në një rrugës kështu? Të energjisë? Jo, a? Jo, Dhe më thonë Jo. nuk i stremit zimë për murreja? jo. Okej. Giovanna, po shkon rregullisht ti? Unë po, do me thonë, 4 herë në javë të kam strikt për me shku në ushtrime. 4 herë në javë? Po. Afrej pak mikrofonin për këtë regjia. 4 herë në javë, çdo ditë, po më ne i bjen kështu gati shumicën e ditëve me shku në Jo, fitness. normal një ditë duhet normal me pauzu, se nuk mënesh me ushtru, do me thonë, për çdo ditë, po mënesh me caktu 4 herë në javë. E, operajnë e herëzimi me thonë që jep tu i net gati ushqimit e në aksham e të hongë i pite, kështu, Unë të e për shky vete, pitën. po edhe ka njerë habit na jetë që na i foto, kështu. Aha, do me thonë kështu, Ka njerë nuk runa. nuk ruhesh, a? Amo, do me thonë, kë ditën tjetër tani mi zavënson. Ti hek ato kalori që e ke hangër. O, dzemba dhe hava, ti thuj, banja ato racione me hangër, me nutricionist, na shqiptar, pa e që ky flin, e piten, o problem. E o të qysh, a ke po në hojna pite mazdarke. Hojmë dorë kanë 8, tani i pite kanë 11. Ose ka raste që mas ushtrimeve, do me thonë, ushtrojmë 3-4 orë ose 2 orë, Po, edhe në fund tani pastaj shkojmë, në hojmë qëto sa në që tu pite, që tu flija, që tu plomë, që tu. Dzema, handi kështu, pe këtyne, Me thonë drejtën mujnë e shajt Ramazonit, s'ka mujt me mojt planë ushqimit, për arsye se kur shkesh dikon musafir që shtojmë na, po, më vjen keq me i thonë dikojna që se hakit
ushqim ose diçka, se du me shti dika mu Do me biciklet. respektu familjen, Edhe po. kom respektu edhe kom hunger, po. Kom hunger flia, kom hunger pite, kom hunger kreti, kom hunger... Kur më shku musafir, se s'kom ujtë mi hom diçka ekstra ku du. Po tani e kom zavendcue, e më shku deri në sefer, i kom bo dikon 1 orë cardio dhe 1 orë building. Dhe ma unë qatë herë që kom hunger, i kom bo... Po edhe shumë s'ma ka pranu as lukti, se kom su luktin pa bruma. Brëm, në jetën tam përdeshme nuk ha këtu se kur. A han bukët zim të Jo, buk s'ha. As buk nuk han, ja? As buk, edhe do më thonë as brëm, edhe t'pijet gazu me spi heq, Aha. edhe qështu. S'ka han dhe përveç bukës. Po, ma kemi interesant. është bardh, rizëtë, perime, qëto pjesë. Mish Ka një herë bardh- kur s'mujna me zavencu me ushqim, e morëm një smëth me protein. A do më thonë buk Edhe kur? zavencu, valla buk jo. Lumja gruja për ty. Do më Po, thonë aja kur kështu... e kam, që një vjetë e martu, Po. edhe grus tam, nuk i ka rohë më bo këtu se kur. Do më thonë Edhe- aja që se thëmë në me shqiptarë me në gatu mundje, se kur shtime pas ka me hi. është shumë mirë, edhe në është kështu Happy. përse do më thonë buk s'pe shtime më bo. Bravo, veç para me në jetën pa buk. Qika, po hani buk jo, a ju pa buk qështu? Jo, në A, thashtë si u në bë kush, a? marët. Jo, ka një herë po ha. Ka një herë po. Ka një herë kur s'po moj, më shku në shtrime, po duhet me zavencu. A po të bje me hongër buk në herë? Po, pa tjetër, po ju runa dhe unë ushqimet, për shkak se s'du me shtu shumë pesh, normal, zakonisht duhet me shtu muskuj, po as muskuj s'du, du me kanë tamam, mesatare. Besoj që i kuptuve. Publikit Nëse jo, është, besoj do që të thonë ta- që kjo është me dek uni me men në Po, krymë. trup klasik, me pas. Klasik. Po. Okej, pa buk, pa kështu, okej, klasik, mirë. Do na më kthy pak që tu ka Albona, se është një vajzë që na ka lind në Amerikë. Albon, cilin vend ke lind në Amerikë? Afër Chicagos. Sa vjet ke jetu atje? Po, se di sakt asone, se veç kena ustu, kena ardhë me thamë. Po më sa vjet ke jetu në Amerikë? Po se di, nuk e di. Nuk e din, pse nuk e din? Kena jetë atje këtu. Këtu. Kena shku, për shembull, në Amerikë, 2 vjet, jena këty këtu, 2-3 vjet këtu, abde kur s'm ka ra mi njeja. Ti atje i ke lind. Po, atje. Je shkollu atje. Po. Edhe ke Edhe vendos. këtu edhe atje. Edhe të ke dyja. vendos ta shkollën e fundit më ardhe me jetu në Shkup. Po. Apo të pëlqen mas pari? A je ambientu? Do me thanë, veni jem ku ka shqiptar, do Po. me thanë edhe, masi Shqipen e di mirë, atëherë edhe e kam letë, s'është rënë mua adaptu këtu. A kime jetu këtë kohën të ashtu, a kime shku prap në Amerikë? E kena plan për mu kthy atje, Në Amerikë, po, prap. po nuk kena shumë të sigurt, po njerë për njerë këto. Do me thonë, këtu i okej, po të pëlqen, jam ambientu, shqiptar plot, atmosfera Shoqëni, mirë, sene, po. po shkollohesh, Po. tu bogati për punë. Perfekt. Apo të mungon atje shoqënia e Amerikës? Valla pak po. Çka ma shumë ti? Po, kena pas për shembull çdo mbrëmje me shoqëni delshme atje. Okej. Dhe atje hajët shumë më të mira se sa. Ushqim më i mira, Ushqimi për një me a, tepër, më mirë se na. tepër, po, po. Që ti ushqim është jashtë më mirë sikur të na atje, që ty se E ke po këtu, ato ushqimet e shpejta i kanë. fast food, Po, fast food i kanë. hamburger, sandwich, Po, toast. çto. A këtu s'piki këtu, a? Këtu i kanë pas janë bash. Se kanë atë qije në Amerikës. Se kanë atë qije, në qysh po unë i malë, ai hamburgeri sa une, s'tknoq. Okej, Albona Pëndrysh është një vajzë e talentume, jashtëzakonisht shumë. Edhe na si emision e dini ju të dashur publik që ata që janë talentum i gjojmë, do më thonë, e kanë derën qel, o s'kan derë hiq, vinë kur dojnë. Sonde kena me një vajzë që ka linë në Amerikë, ka jetu atje dhe orë me të Shkup, qysh kanë dënë Shqip. E i gati me në një kanë, sonde. Patjetër. Për e me? Po, po. Sigur? Sigur. Qo mikrofonin edhe bomi gati me në një kanë. Që, zim për Amerikës, Shqip, akull, si me linë, qëtu në Prishtinë, të Gjamia Lopit. Je mirë shumë. Normalisht. A je gati? Gati. Bravo! Bravo, djem, ju lumë. Albona të këdo zemra, Faleminderit. na e mësënova pak. Po pak. Konga është e këndumë për Eminit nëse nuk ka bëj. Po. Emina Liu. Emini djallë simpatik edhe djallë i mirë dhe autori i kongëve shumë mira. A është i ronë gurbeti? Ti e konë gurbet? Valla është. I ronë, a? Është, po. Qka të mungoj ka ma shumë në Amerikë? Ku je Po, ko atje? ma Gjithë shumë shka? Familja, shoqënia. A kështu për ven është tepër i bukur. Tepër i bukur, ama Po. prap gurbet. Po, gurbet. Okej, Buriran, zima e konë është e në gurbet. Po, Kënë hajtë gurbet pak, a? po e më kom dikon një 4 vjetë kum Ku ke zim? Kum jetu në Rosenheim, Në Gjermani? po në München. Okej.
Në Austri kom studiu, Qa ke studiu Gjim atje? të jem licencu për trajner fitnessi. A në Graz shkova, a? Do më thonë pas ka shkollë për trajner Shumë fitnessit. shkolla ka bileti në Graz. Është vendi që ka fakultete mas shumë të është pjesa e Grocit. Pa e dihet që Graci është qendër e madhe Dimeve, universitare. Xhima, ushtron ti për veti? Po unë është 5 herë ose 6 herë në javë. Ka sa ku ushtron në ditje? Building bëjnë 45 minuta, ndërsa ka 30 minuta, 35. Për sa ke bëu çita muzikë qështu? Unë ushtrej dikon që me thonë drejt, ushtrej bën me ndërpremje, se më ka dosh më mirë me punë, si s'tash të marrë, i kam shumë edhe klienta nga kërkesë kam shumë, po ushtrej dikon për 2012 që është më me thonë. 2012. Po, që atëherë për por, ja kom fillu. Një 12 vjet. Pak ma shumë. Rregullisht. Rregullisht, a? Po, kom pas ndërpremje, dhe nëse kom pas ndërpremje, amo, po thëmë 90% po, jam mirë me fitness. A je i fort, Xhim? Fort, jo, po, Çka je? Vital. A mundesh më rrej me mua për shkakun ashtu? ja, Ha? nga pjesa e fitnessit ata që E ushtrojnë di. fitness, nuk do me thonë që e ndërtojnë Sigurisht. pjesën mos e muskulore se trupin e vet, por më rrej me dikan. Thjesht unë E di, e kom bo për sakt. qefin tem, edhe s'mendoj asnjëherë për me thonë që më rrej me Po dikan. shoh zotin në publikë dashur, mashtajt po të bëjke me shku në fitness, me blek këto ushqime. Shumë e vërtetë. Si me mojt një kërë të mirë ose me mojt një pasto pa lop, do më unë që ka Shumë e përën vërtetë. njëri Pes, i fitnessit. jo, gabuve. Ha? Gabuve, se unë që tashim të përgatit për verës, dikon me ushqime dhe me proteina që i përdore, dikon rreth 1200 euro kam mujnë. 1200 Po. euro mujt mi hangër ti. Po, që tash për stash, do më thonë, që mas Ramazanit që kom fillu, Po? 3 muj kam, 2 muj e gjysë 3, që ashtu e kam, me regullisht. O të që po të bje me hangër një lopë gjysë në mujt. Mish. Qa me bo, do të me hongër. Mos t'i qovë zoti 5 në shpejt që si që ushtrojnë, se 5 që shtu ka 1500, 7000, ka 1200? Po, më me konda ma shumë, nëse dëmë me rritë për shumë mosë muskulore, se... halom? Po, më nështë alo, nëse dëmë për shumë sikur ata që i praktikujnë steroidet dhe sa nëse unë atu si praktikoj, për shumë, po nëse praktikon dikur steroidet, atëherë dhe është shumë ashtrejt. Halo ma shtajt? Po, shumë është, për shembull një muj me morë steroide, është 400-500 euro me thonë për steroidet. Ta në shkën pjesë, ata në protein, BCO, EO, glutamin, kreatin, pre-workout, gjithë shka dhe më unë shumë sene, këto janë shumë sene strejta. Që e bjen nga makalaj si me hinë në fajde. Me hinë fajde makalaj del. Me shku në fitness e ki. Mos mi tëtë klientat se me mu janë shumë të gnozin klientat. Ja, pa ata që din këtë punë ata më kuptojnë që po flasë, se ata që dojnë më duk bukur normalisht që ka kosto, po ka shumë shtajt mërzim. Ta në edhe trajneri hen, në qatë fazë. A paguta trajneri ekstra. Normal. A ti me kompenzim se ki, a? Alla me kom benzim s'kam. S'mundesh. Së më lidhë kur qa me kom benzim. Shka me thonë ti për mi ushtru njerëzit, ku zoti madh. A ki shumë pajisit Xhim? Po, para një javë më me thonë, e kom morë linin e fundit, teknogjymit 2024, e kom vendosë krejt veglat se fitness është jam i goldgjymi këtë në Prishtinë, edhe tash veç kena fillu me punu miri na, se tash e kem sezonën, që pej tash mas bajromit e kem sezonën. Fillon sezona e... Normal sezonë e kem çdo herë, unë për vete ushtroj çdo herë, nuk e pres veç verën, po 90% publik, se di ma pjesë, fillojnë për shembull, çapo di me thonë, prell, maj me ushtru, më pregadit për 2-3 muj. Nuk mund më pregadit për 2-3 muj, po ashtu mendojnë. Xhim ka në formë përveç trupit me ushtru në petim, po që është me ushtru kryt në shqiptar. Për të shtresh fitness, nuk do me thonë që është përveç trupit, po çdo sen, pjesa mendore, shëndetësore, shpirtërisht njesh ndryshe, apo kupton? Unë për veti nëse nuk ushtroj një not, jam shumë i stresuar as gjumi somera, apo kupton? Jam pak më ndryshe. Vajza, apo keni shpenzimi ju në ushqimin që po thotë Xhimi ka 1200 euro në muj? Nëse Ma lirë. nuk i kemi bashkë gjitha të kërë ka Xhimi. Po se ky Ma pak. që më që po si ka që ke ngrit. A ke po të qenë Brazilit fort, kështu guri. Dhe ta ka që ka të mlaj që im kanë. Po, Ama sa në që janë pak ma elementare, po, duhet. Duhet mi pas, a? Mos që pas që a bërsh. A i ka në herën fitness? Jo. Gjim, s'ki po, a? Jo. Unë im konë 2 muj, kesh ka luju, bona sa që kjo. Mu po gjykë sa që kjo, para me lo. Shumë, po një 12 kg ke morë, po... 10 të ndogët. Unë po të thamë që çdo klient që vjen... Po mi hangër që një staf jam këtë, apet, mas 2 mujve... Stres të Minus 2 jam, minus 2 jam tash. Kalla e kiti, masim ki mues, E kalla e vërtet, kis. e vërtet. Që të e lidhë, se vjen kur dush, ishte kur dush. Kër e ki tonin dyqysh, hajtë të shkojnë, sot hajtë shkojnë lesë, a mojmë konë një disciplinomi, sakt. Do ushtrim e bëjsha gabim, po
Për çat arsye ti ke marrë personal trajner se edhe unë ushtrej që 2-13 vjet më thon, po asnjëherë nuk ushtrej pa personal trajner. Do të thonë këta me trajner personal më shpejt zhvillohen, më shpejt arrin të Normal suksesi. se ti nëse bëni ushtrim gabim, mundesh me dëmtu në pjesë për shembull Ai, bostit dëmton ai kurrizor, muskujt, normal që është normale, edhe po edhe është mbytje motive, se unë thash që edhe pa trajner s'ushtrej edhe vet. Edhe vet. Po jo, asnjëherë. Ai pagun? Nuk e paguaj se është bashkëpunëtori jam, domethënë është e përshëndetshëm, është Nel Dili. Dhe ai domethënë njëri tjetrin e ushtrojmë, apo kupton? E ndihmojnë, normalisht. E punojmë me mund fitness edhe normal. Se edhe çato ne paguhshan Deri sa mosh zim po vin kështu me bë te unë stërvitje? nuk e këshyri moshën shumë. Po deri sa ke pas në javë, pas në javë. Po, kam mosh pas pak deri më. 74 vjet, Sa? 72 vjet, po kem 74 po vjet? kam postime shumë në rrjetet sociale, në TikTok, në Instagram. Kemi postur edhe roste domethënë që janë komplet domethënë paralizuar. Edhe sot fol punën që kemi bë, sot është gjithçka në rregull. Hes lirë shumë edhe është në rregull. Çka do i ka 74 vjeçari për shefa? Po ai ka provu gjithkohë Me bë muskë, ja? Jo, Ako me shëndet, jo po, mirë. Normal, ka pas probleme bushtin kurrizor. Edhe ka pas një lloj si sulm, si themi ne. Po. Edhe e ka provu me boja, me gjithçka, po fol fitnessit sot është në rregull, është falendërues çdo herë. Deri sa të cilën mosh njerëzit krijojnë muskulaturë, zem? Deri des. Dhe desme me thonë se normal i mendoj. bjen testosteroni, po normal dhe 50 vjet, po nëse merr suplemente mund është edhe më shumë. A ka zem edhe kësi që morrin kështu? Po, krejt, kohë që morën, normal që morën. Edhe na morëm, edhe në marë stimulus testosteronit e sen. E do që janë me shprica shkopun aty në? Po, ato janë steroide që ti ka më herët. Po. Pjesë e steroideve, edhe atë pjesë e një atë punën e steroideve. A i shto i rritin, a? Po, normal që rrit mosë muskulore më shpejt se A protein. rrezik ajo? Po, me thonë drejtën është pak rrezik, po edhe ju është nëse i merr mënyrën e duhur nuk është rrezik. A do të mjeku me të rekomandua atua ti si Me trajner? thonë drejtën mjeku si lejan me morë çatu. Do të thonë po, ka Jenë e damshme, dalume. a? Mund të thash edhe më herët. E damshme është, Po, a? po nëse i merr me një pjesë saktume, që e themi na me cikël, edhe tani nëse pastruhesh, nuk mund me pos diçka shumë serioze. Okej, në rregull. Alvon, a do më naknu një këngë? Pa tjetër. Për me, sonë të ty të këna marrë misë me naknu. Veç për qësi kom ardhë. Vish kemi naknu, që shtu balat, Sa se me balot. Pse? Që tonë këtë djallë balat. Ai ka, Që tonë këto... A Ja, ka po në zemë në këna herë? mire, normal që kohë sa dhe në njëri jam. A ka në, a ka në bipesha në herë? Pi që të më trupi. Allah, normal, je pi pesha skoj veç këtë më shtë shumë me bo ushtrime, ka një herë edhe në... Dhe sa kilogram pishtyn që shtu? Po, kompost të ras bench press që thujmë ne, dhe 180 kg i kushtim. 100 e sa? 180. A i ko të mjeku të zimë, se nuk je mirë ti. Mirë jam shumë. Ku ka mirë 180 kg, janë shumë o zimë, 180 kg, para me në. Si janë shumë. Po nuk janë shumë, Shumë, se për shembull- 4 thos ciment. Gati 4 Shumë janë, gati pa 20 kg. Nëse kisha dosh, kisha mujtë edhe ma shumë me bo, me qupesh. Po s'kam pretendu me rritë mosë muskulore ma shumë, kupton. Tash jam definim, po du me definu me hup një 5 kg, mu do këtë ma mirë. Që atë 5 kg që ta kam me të hup ty. A do me hupa, edhe pens, me hjek, Mu a? definu, po. Mu definu, a? Mbajt, zakonisht është. Por kërë e kam shumë në regull, për dhe pjesë tjera, për shembull dur, gjokës në shpinën. A ti zëllon kur dush, a? Une, Si më për razonin vete, televizorin. se kam problem. Kur du me hym pesh, kur du me zbrit, se kam problem. Ja, nuk je mirë ti. Ja, sinqerisht nuk je mirë, dhe më thonë si me pull kështu. A din e zbiti, rriti, shumë thjesht për banë. Thjesht, edhe për shembull edhe të femrat kanë shumë efekt. Çka po lipin femna më shumë me ushtru burr? Çka po lipin më shumë me shtua, me hjeka? Edhe po me thonë drejtë me shtu. Me shtua, ka zim, dur të kom, kështu. Vithet, komt, qëtu. I kanë sanë kryesor belin me theksu. Beli me theksu. Me orën për mosa 30, 60, 90. Para me në, jenë qupesh. Janë qupesh, po janë shumë në rregull. Thua? Se do të më duk Unë e thamë bukur, për do më duk sa më se mirë. normalisht dukja është kulturë, është edukat, është adin më duk bukur, është respekt për veti mas pori. Për shtajnë ka zim, do më thonë, për të Jo, kustaj ka më duk veç pak, bukur. shpetim ta cikum edhe një sen. Por ata që kanë kushte financiare, dhe me thonë, që dënë me post një trup bukur, e pagun se ka problema, po kupton. Po edhe për ata që kanë probleme shëndetësore, kom cikë në rritë sociale çdo herë, që kanë probleme shëndetësore që ja ka rekomandu doktori, me shku te mjeku për shembull kanë me bushtin kurrizor se me koma se diçka, asnjëherë nuk ja ku mor poret. Bravo. I kom trajnuar pa pore, Bravo. jo
Jo veç trajnimi jem që bo, Bravo. po dhe ujat fitness, edhe ato e ciko dhe publikisht tanë Edhe pajisjet mi përdorë, çdo dhe. njeri që ka, po normal, Nevojë. edhe me mua, çdo njeri që ka nevojë, që ka kushte financiare, unë e pres ja hopi dirën gjithherë. Mo e zim nuk jam mirë, bëj sa shpinë Ti je mirë, okej, veç mi bjen dokumentat, Jam duke qyrë që me i arë. edhe pres. U kam thërë dhe ma ke po që është... Kompost, i thërë që ka. kompost dhe kësirose që jena I kështë, thërë edhe... që kanë, Po i kem të regla na, edhe shpetim, i kem të regla I testoni, ha? Jo, i kem të regla, du me pos dokumentin për doktorit thash që ka rekomendu, Okej. edhe du me pos një vërtetim që si ka Diagnozën kushtet biologjike. financiore, a kupton? Okej. Se të hajde për shamo sikur ti që vishe me audit të reje në 2020, Ku? edhe hajde unë po të shtrej papore ju. Vish i morë herë, Ty bile po të kallë detaj, du me të arrit. Ju morë herët. 250 du me ta po tash. Ju morë herët, se bestatish, ju morë... Çdo herë herët, jo. Pa nisë kërkush, unë e ti, edhe ai autobusi që nga ka ty. Po. Okej, Albona, Po, hajde përse sonda pas kamë nakë të shpikër ti. po. Hajde. Ishte natë e fundit që dola me ty, zemra që të deshti për një herë u thy, barateje sot nuk dua më të qaj, edhe pse sy ti kam plot vaj. Që digjen si kur vrush, përveç teje si vuth kush. A ti ke qenë dhe gjithmon ke met, dashuria e sinqert. Edhe pse më ike dhe prante jes jam, unë këta kam falur, inatis ta kam, se nuk mundem kur që diçka të bëj keq, s'jam si ti dhe këtë mere vesh. Buzët që digjen si kur vrush, përveç teje si vuth kush. A ti ke qenë dhe gjithmon ke met, dashuria e sinqert. Buzët që digjen si kur vrush, përveç teje si vuth kush. A ti ke qenë dhe gjithmon ke met, dashuria e sinqert. Bravo Albona, hajde pak greqisht, atim që shpëgnon? Të kem një pak të knullë greqisht. Maestra, jem gati pak që aty? Gabi ungli kja gimiz ishte gjojimu, ishe i festi o fëlloni të gërmimu,
Dhe shmugli ka fila ki parë të vësimu Ma kja mugli ka Maestro? Ai shebilin me kollan Ka folju në frymën mandan Pedi mielik me ar Fort po tut në mësysh po t'mar Ai shebilin me kollan Ka folju në frymën mandan Pedi mielik me ar Fort po tut në mësysh po t'mar Të knoft zemra, badi hava shqiptarëve ndas kënoj anglisht, ndas greqisht, ndas turqisht, ndas shqip, pa dalë të ajsh, ja pak nuk të nxehin. Të më thonë, kiknu kështu. Publikit dashur, shkojna me pak marketing dhe kthehemi pak me Ximin edhe këto vajza me tregu të ushtrime cilat mundi mi bëhen në shtëpi. A Xim? A mundi mi bëhen në shtëpi po? Mi pas elemente. Edhe vullnetin. Edhe pa e pas elemente në disa ushtrime që mund mi Shumë më praktikuar bëha. shpesh po. Marketing, kthehemi më nere. Jena këthym pjesë tjetër bashkë me Ximin edhe dy gëzimi për qënë klientë, kështu vajza që i stërvit të në kohën. Xim, që kena me bos? Që kena me pa publiku jonë që mund me bëhen shpi pa orë dhe hishtë për fitness, pa shku atje, pa uqu heret, pa mënu shumë vetë, po me bëhen shpi të ushtrime. Mujna me bo disa prej ushtrime, po nuk kanë efekt sikur me shku fitness. E di, po dhe... Prapse, me thonë kanë efekt, pja hupëm vlerën e fitness. E vërtet, ama mund me pas fitness në shpi për shambull, që... Kretë më nëshmi pos për motivin e vullnetin e trajnerit se ki shpe. Pa, ko atje, vërtet. Hajde që kene me bo. Mire, ki drejt. Atër vazhdojmë pak me nëzemi, Nëzemi, ja? Nëzemi, shkojmë... Atja, bini nëzemi kështu, ku qa nëzetë. me vetin, a? A, nëzemin e juj, okej. Që pozicion? Vazhda. Shkojmë pak ma shpejt. Vazhda me shumë ndërprejme. Mirë është. Po thu që jenë nëzeja? Nuk jenë nëzeja është shumë, po veç për të shkurt e mesë. Aha, okej. Nuk jena të bo... Okej, mirë. Sa kilogrami kanë peshat Xim? Po, i kësojna i kohë 6, ja sojna 5. Po, se ma... Sa aja po dënë mu... Mu dopsu? Jo, mu tonifiku. Okej. Ndërsa kja dënë pak me mor pesh. Dhe sa lejot mi qu pesh të amnat? Allaj, sot mundet. Sot mundet, dhe më thonë, s'ka në e farë saktimi Mos kështu. muskulore dhe në pos pesh ma shumë. Pesh ma shumë? Po, e përsëritje ma pak. Okej. Atër vazhdojna. Për squat normal. Okej, bravo. Gabema një të i bo? Ja, që nga besu Jo, shumë. a? Aha, okej. Tash, nëse dëshirojmë në ushtru pjesën e krahërurit, edhe një kësë squatit. Po, Xim? Squatit, atëherë vazhdojmë. Shkojmë këtë pozicionit squat. Edhe normal, peshën në vejna. Moj mikrofonin ofër. Hajde, okej. Vazhda. Ullje, ngritje e duarsht. Kë pozicion të më hunë e ushtërën këmbët, Krah. vithet, Okej. kratë. Edhe kratë, a? Po. Mirë është mjafton. Atëherë Tha në shkojmë ditë pak. njoni, tha mi thonë, tha, këta që përshkojnë fitness, edhe këta Po? që dolen me hecë, me bo jogging, me kështu, mi thonë, unë nga vetë ose baba shko dhe në dyqan, merë në litër vaj, tha janë zërin sytë. Mi thonë, tha ne, shko dhe në pe, të jetë kom, së mirë, shkojnë dhe në pe, kom, të jetë, së është fantazi. Normal se kur të shkon fitness, kur A- të bën rregull të trupin, ndërsa për me shku me blenë litër vaj Ma të thjeshta. vezvese janë femnat a moshkujt. Valla femrat mirë për një. Shumë vezvese janë, a? Shumë. A kanë qëtë me arrit shpejt sukses? Çdo ditë e këshyre Kur bona? edhe e Si Filonja. Si plot pasqyre tu këshyr. Tu këshyr. Një ushtrim tu këshyr Kur bona si Filonja? Mirë, shkoj me tjetrin. Është mirë që morën shembull dikën se atëherë motivuan edhe Po, këtheu, qalina ka mje dhe regjia? qëllimin, po, okej. Okej, që kene me botash? Shkoj me peshën me revalinita. E ka pas Ximin një farë pajisje që ja urrejsha. A ki thy alat pajisjen? A e ki prish? Jo, ja kom ndruat, okej. E ki ndrua? Atëherë shkojnë atash pas pjesën e bicepsit, të ushtroj pak. Bicepsin. Qëndrimi shtë këmbë duhet të jenë pak të thyra në gjoj. Moj mikrofonin më Për afër. arsye që mos me pos probleme me bushtin korrizor, do të jenë këmbët kështu të thyra pak. Shpina do të jetë kështu dhe vazhdojmë me biceps kështu këtë pozicionin kështu nga dalë. Qëtë duhet në mropo kështu, sikur balerina është, vazhda, në cilë. Kjo është një biceps se quajmë ne. Dhe sa të bojnë qika të ushtrimet, me bova kimi bo gabim, a deformuat trupi. Po normalisht që deformohet. Prishet. E kryon lëndime. Po, në ditët e sot është shumë me e hallajshme është më mirë se
jenë ndolë mas Qina, që i thëmë ne, teknologji e re, Po. edhe shumë pak punina me pesha, ose me kësi me këtu, apo kupton? E aja nuk lenë shumë me gabua, kupton? Okej, do të thonë ka tash ka avancu teknika që s'le me gabu shumë. Mirë është. Ku jeni sa do në mëhonë me ushtru, dash ke marrë këmi policisë nuk unalë shamo. 8 orë këmë ushtru. Ja, të orë, javës një orë, 20 minuta, po. Që kjo top futbolli, ja? Po, aja është. Valerin merë atë me top ngritje nga. Ullin, po. Aja është të bërë një ushtrim tash për shpinë. Mbaj mikrofonin më afër Zim. Çajo për shpinë, që ky topi për shka është? Me lumë top. Jo, kjo merë konduksion. Aha. Kjo është për konduksion, edhe për ata që dëshiroj me humb peshë shpejt. Okej. Praktikohet Me top. Po, me top. Topi ka 3 kg. 3 kg. 3 kg, kjo kemi top edhe me atrond. Okej. Vazhda atëherë. Po. Nisja. Që ky me hu pesh, Po. e aj? Aja është për shtëpi. Aja me drejtu shpinën. Për shtëpi. Po të bjen kry motra e me qohësh. Se ka heron 3 Shkolla kg. ke drejtimi Valerin, kështu? Edhe ngriti la. Bravo. Çashtu. Vazhda. Me tron kom, do më thonë këtë lem pa kom. Jo, bash pa kom veç të lëndën. Po të ta thënë gishtin. Okej. Mirë, është mjafta. Mos të bënë shumë vojzat. Kemi dollë ushtrime të Çka o kjo, Zim? Kjo është një farë pjesë që mujna me vetëm veç pak tash ta praktikojmë. Ha? Valerin, vazhda me shto. Ta thërë qash, kam të mund me bo skuat. Çka është Zim ky? O përzohesh, oj qik. Ja, sërzohet, ja. Sërzohet, mos e tëtë. Mirë. Çka ban ky ushtrim Zim? Kjo ushtrim është për këmp edhe për vite. Sa kilograme ke hub një jetë për një muj ditë, për shembull? Kemi posë rostë deri 22 kg për një muj. 22 kg për një muj. Kur dash me dëshiruar me vizitu foqen tonë të Instagramit ose 22 kg për një muj. Unë në vojza tash ju, përshani pak, unë me Zimin kam pak punë të kam. E persoj ka 70 kg? Një muj. I shton 10. Ma shumë kërkesë pas ka me hik. Nuk jam prej atyne që ju fry njerëzve, E di. po me punë dhe me vullnet arrini. Kështë po me pump. Se jo, tash më frys. Mos e këta me pump kështu. Zim, tregona, a je djallë familjarë kështu? Po, jam shumë familjar, edhe adhuroj njerëz që janë familjar. Po. Më pëlqen njerëz që janë familjar dhe rri ma shumë me njerëz familjar. Do me thonë, vetëm punë dhe familje mjene, ma sen tjetër. Ti alkohol s'pin? Jo, alkohol s'pin. A do me pi alkohol dikush që merret me... Normalisht nuk bë me pi, po une nuk pi kur, edhe s'kom pi kur. As se kom preferu kur. As cigare s'pin? As cigare, as alkohol, as këtu notë, do më në e notës, si thëmi na, diskoteka, heq këtu nuk shkres njerë. Okej. Vetëm në për restoran ta me familje, për shaun me grupë, Bravo. me bobën ta me familjar qëta. E ke hub një vllap më duket. Po, Që e mon halon profil. faktikisht po në vitin 2015, më ka ndru jetë vloje, jam sa që edhe me emocionuve me këtë pjesë. Çdo herë kom punu, prej asë dite që i ka ndru jetë, që une, njerë që i kanë bo shumë mirë për to, që i kanë dimu vlojë tem, unë me ja u këthy në ditët e sotit, çdo herë që ka kërku dikur në tim për mirë, unë e munu, çdo herë me punu shumë, që mi ja u këthy të mira që i kanë për vlojën tem. Kena informata që i kena shumë gati vllavt. Po, shumë e vërtet, kam nejt dikon 8 muaj veç çdo ditë në spital me to. Çdo ditë po Se ke lënë kur vet? jo asnjëherë sa që ka pas me bok në mark transplant që është në Gjermant. Edhe kom pas me avon polcën kockure që është në api trupit tam. Edhe sa që më kanë thonë Gjermant nëse më ka shtimi në shku dikon një rreth 20 foqe lexoj këshire se ti mundesh me pas pasuja më shumë me kalicë se kom këshir vetëm se veç akum në shu. Do të thonë që dash me dhoni poshtë normal, një pjesë normal. të rrizit tën. Po, Vllavt. shumë e vërtetë është. Po. Kom pas me anë për më shëru, po nesër kom pas me i në operacion, une, a i ka ndrujet një notë më herët. Do të thonë një ditë para se më nështru të operacionit, ai ka ndroi jetë edhe Po, po notën e Bajramit ka ndrujet. Po dhe shumë, dhe me thonë çdo herë kam qërtojnë një pjesë të shpirtit të këpët, për atë pjesë, po prapë se prapë kom punu shumë, jam këthy për Gjermani, si ka ndodhë dekja lloj tem, edhe e kom bështit familjen tem, nonën, bobën tem, se e kom shumë të lëndume dhe jemi të lëndume dhe sëd, edhe asë njerë që kom lënë vetë, edhe cilo kur vetë, apo këtëm para sen, jem mënu e çdo herë mi ja plëcuat pjesën e vdekjes lloj tem, po edhe pse s'u plëcën kur atë pjesë, ati që ka ndodhë një vdekje në familje, së këmu që shumë ka ndodhë, dhe më thonë e kuptën pjesën tem që kam. Edhe mas keqja është që ku jetojmë në një shtet që nuk financiaron shteti për shërim, atëherë në atë kohën kur ka pas nevojë vllai jam, saqë këtu në spital dikon i kanë shku spenzime dikon rreth 40.000 euro, në Beograd 80.000 euro me financa tona vetëm i kanë bërë atë, ndërsa kur u shku kur e ku morën në klinikën Grossaden në München, është dosh me pas 300.000 euro me bok në mark transplant.
Edhe të gjithë populli shqiptar i kanë grumbullu dikun 220.000 euro. Po derisa e kanë grumbullu të hullat, ai s'ka arrit me mbijetu edhe ka vdek. Do më thonë që i bjen kjo ka shku për shkak Për shkak që s'kemi pasur financave. Po, edhe për çat arsye çdo herë më kon shumë e fortë, kom punu shumë, edhe kom bërë shumë mirë, edhe çdo herë bëj mirë, edhe i ndihmoj njerëzve çdo herë. E din ata që ju ndihmoj, edhe s'du me përmend se ju ndihmoj shumë, edhe çdo herë kom thonë ata që kanë nevojë për mua, çdo herë jam i hapur për ta. Çat kam nevojë shpirtin nëse është nevojë edhe, se na kanë ndihmuar njerëz, edhe prap duhet vetëm me ndihmë. Ti e pas ke edhe një që thëmë na një pikë në zemër që s'pas ke mujt me grumbullu këtë paret për me ju në operacionit. Po, edhe kam atë pjesë Bring, peng, normal gjithë se edhe pse u kontaktimi Allahut, edhe nëse na thojmë Po. se unë besoj shumë Zot, edhe kontaktimi Allahut ndoshta Allahu se ka shkruajt me jetuaj më shumë, po prapë normal që kemi breng. Edhe atë kisha pas besoj një breng. Sigurisht. Po. E për atë arsye pe vitit 2016 kom punu pa nol hiç. E falenderoj një shok tamin ma ka mundsu, dhe mon biznesin e vet ma ka ofruar, e kom marrë çështimin e Bërç. Edhe tash për tash kom punu det natë, kom punu 16-17 orë çdo ditë. Edhe sot punoj 16 orë, marrit ku jam sot. Vesh me ndihmu njerëz, ndihmu familjes tame edhe me kon Çfarë moshe të kanë rrujt vëllau? 19 vjet i ka pas. I ka pas 19 vjet. Po, lulën më të mirë të rinis. Edhe e dim edhe njerëz mas pore smundja që ju ka lemru, domthon këtë ka marrë terapi gabim fatkeqësisht në spitalin tonë në Prishtinë. O konë përmes media sociale, o konë gjithçka ka marrë terapi gabim pe doktorit që është shumë nuk është normale. Dzima, na shpjegon pak çfarë ndjeni është me humb një vëllau 19 vjet. Nuk di ç'më ta shpjegoj se shumë ndjenje keqe. As më me për shua, po kupton sa që jam kon shumë keq. Jam kon depresion edhe fol fitnessit, fol punës, fol prindëve të mi, vullnetit atë që fitnessi më ka ndihmuar shumë këtë pjesë. Shumë për me kthy jetën tëm normale, jam martu, e kam një djalë që janë 7 javë. Me gjatë. Faleminderit edhe çaj lindja e djalit tëm, prindët e mi ka bërë shumë lumtur, domethënë i ka kthy në buzëqeshje. Nëse kështë pas mundësi me thonë vish një fjallë, çaj kështë thonë mundësi vëllau sot? Nëse kështë pas mundësi. Unë e kam thonë s'do herë krejt i kësha edhe shpirtin tëm e kësha vesh me kuna gjallë, po s'është e mëshme. E dim krejt edhe nëse unë jam shumë i lidh me to dhe u kom për më kon i lidh se u kon shumë me moni terapi gabim për shembull një djalë 19 vjet nuk është normale, kjo kon u kon për çfarë publik kanë ndihmuar shumë se u kon jashtë normale, sa po kupton. Se nëse shkon ti për shembull ki problem për një grip temperaturë, nëse të jap terapi për melçi ose për diçka tjetër s'është normale ty atë. Kë kanë do se kanë marrë çështim në rishfeta, kupton? Kanë dosh me marrë parë pe prindit tan, po tash çfarë më bë? Çto po në shkruaj. A ke njek më në këtë rast në për institucione? E kena njek dhe jam duke njek. Halo, s'është Halo, s'është marrë asnjë. Domethënë fatkeqësisht se e dim ku punojmë që po shkojmë puna gjykata që në senet. Një herë pe presim tash bëhet. Dzim, unë shpreh ngushëllime dhe Faleminderit shumë. që thojmë na shqiptarët inshallah është në parajs, në xhenet. Po. E ti dush me kalu me pjesën tjetër të familjes dhe mi pas kujtimet më të mira për vëllain tënd. Unë do më të falenderoj që sonte e kam me neve bashkë me vajzat dhe vazhdo me punu qështu me njerëz që po i trajnon, ju ndihmon, e ki derën qelë për njerëz që ka nevojë, sidomos ata që janë më smundje, i ki gratis, e ke thonë edhe vetë. Çdo herë punoj, nëse është nevojë atë 2-3 natës punoj për atë pjesë. Edhe kur do të ka nevojë edhe jo vetëm për atë pjesë, po edhe shkoj edhe dikon privatisht me ndihmu diçka nëse është nevojë gjithë shkoj. Bravo Xim. Çu ky bravo djali që pi ushtron njerëzit më duk bukur, vajza dhe djem, Xim ai zje një pe trajnerëve më të suksesshëm në vendin tonë, një djalë i mirë, një djalë simpatik, një djalë që kur ju nuk di më thonë, kështu që unë të përgëzoj Xim për çfarë je ti. Faleminderit shumë shpëtim. Unë do më të liru tash ti me vajzat tua e unë me vazhdu edhe pak me Albonën me një vajzë në Kapi Amerikës që po kënon si Bilbil. Xim, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve, faleminderit edhe publikut, faleminderit edhe ti Albon. Faleminderit shumë. Marketing kthehemi pas pak.
pres me ard, halot pres me u kthi. E zemra don hala, zemra don veç ti. Halot pres me ard, halot pres me u kthi. Zemra don hala, zemra don veç ti. Nuk del ti prej zemre, t'kom burgos me dritë. S'ka zemër gabime që mi dhojnë me ti. Halot pres me ard, halot pres me u kthi. E zemra don hala, zemra don veç ti. Nëse kem gabu, i falim gabimet, për hatër dashnis i nisim takimet. Halot pres me ard, halot pres me u kthi. E zemra don hala, zemra don veç ti. E halot pres me ard, halot pres me u kthi. E zemra don hala, zemra don veç ti. Ka ardh fundi me vendos, krejti pas kanë si tek ti. Me vlot gojan, me thom po, me vullos një dashuri. Ka ardh fundi me vendos, krejti pas kanë si tek ti. Me vlot gojan, me thom po, me vullos një dashuri. Qysh me thon, kur s'ma qet goja, s'po ma thot zemra as shpirti. Kjo përgjigje kushton shumë, një dashni sot po e mbyti. Qysh me thon, kur s'ma qet goja, s'po ma thot zemra as shpirti. Kjo përgjigje kushton shumë, një dashni sot po e mbyti. Jep dorëheqje, mos prano, të thuash po, kur nuk e do. Jep dorëheqje, mos në shkruj, mos se van vetën me vuj.
Gjithë të tjerët po më shikojnë, me thëmë po i ka halli. Nuk e din se pas në shkrimit ka me vdekur për së gjalli. Gjithë të tjerët po më shikojnë, me thëmë po i ka halli. Nuk e din se pas në shkrimit ka me vdekur për së gjalli. Qysh me thonë, kur s'ma qëtë goja, s'po më thotë zemra as shpirti. Kjo përgjigje kushton e shumë, një dashni sot po e mbyti. Qysh me thonë, kur s'ma qëtë goja, s'po më thotë zemra as shpirti. Kjo përgjigje kushton e shumë, një dashni sot po e mbyti. Jep dorëheqje, mos prano, të thuash po, kur nuk e do. A jep dorëheqje, mos në shkruj, mos se ban vetën me vuj. Jep dorëheqje, mos prano, të thuash po, kur nuk e do. Jep dorëheqje, mos në shkruj, mos se ban vetën me vuj. Albon, a e lodh? T'la më vetë, që ta ka la prumë dhe një burë që të besoj që penje, që fali babës, që. Hello. Zen, Aje, që ranë mirë. gresht, hello. Zen, ke dy janë Amerikë, ti, ke dy janë Amerikë, bëj mikrofonin nga të. Respekte Ke dy janë edhe Amerikë, ti faleminderit be për Amerikës nerën. në Prishtinë, Shkup. Sa najtë në gurbet? Gurbet dikon konet afër 32 vjetëve. 32 vjetë, edhe vendosë mi kësy dhe fëmijën krejt edhe E vërtet A, për Iran, momentin këtu gjimi, valla shumë Iran. Iran, bre. Po tyve. Iran, po ti konë vend mirë në Amerikë, te se pak në Zvicër, pak në Amerikë, po ma shumë në Amerikë më duket. Në Gjermani edhe Edhe në në Gjermani? Amerikë, pa. Në Amerikë ma shumë. Sa vjetë në Amerikë najtë Zen? Dikon për afërsisht 24-5 vjetë. Apo një është mirë që po kënon qika bukur? Unë jam shumë i knaqët për veti, edhe po më vjen shumë mirë, edhe faleminderit shumë për ftesën, për nerën. Pa qërë me në orë për gurbetit dhe mas me josit në emision në omorë për neve. Dhe më thonë, këtë gëmbërqatë ata janë zamra aktivani, kështu që e keni dirën qilë. Apo në këno një kongë, të gurbetit. Se dhe... Pa tjetër. A këno mirë, Bobi? Po, normal. Mirë këno më thua? Du na mi ga dikujna unë. A Bobi t'i ka, a? E a këno dikush, tjetër kush familja vish Bobi? Mami, agjallar, dajt. Për ndryshe, Ha? unë jam edhe vllau Sami Aliut, tek Shkrusit. Da më thonë, tash E ti... kem edhe nipin Emin Aliun. Edhe Mini është Po, fantastik, Emini, edhe Argjentin. Samia është fantastik, edhe Argjendi është kejtën fantastik. Ju alit e keni si smundje me kënu këtu. Edhe vëllë Zaliu më ndej. E vërtet është, Ha? i kem edhe ato tonë, kështu e kena si shprehi. Si zanat, e sapin. po, bre. Zanat. Si A, vesh. është zanat i mirë, Si jo i vesh keq. me kënu. Do më thonë ti, ja, për gurbetit, ke vendosur me tu krejt ashtu, i kësy. Për momentin, Po. jem këtu, po, Nuk i dijet, kur ja, pet. dojmë kthejmë, se najna edhe në shtetas Amerikan, A, kështu që... pasaportën amerikane, Pa, a? pa. E mira e pasaporta, a? Po e mirë kështu e heshme edhe shtetit më të mirë në botë. Ku ka shtet si Amerika, mo? Valla s'ka. A, du të me dasht Amerikën në shqiptarët? Do të me dalsh, jo 100%, po 1.000.000%. 1 milion përqin, 1.000.000%. Mos me ku Amerikan tu, shka du të me bona? Asë qenë Me shku në s'na. Amerikë, me shku në Amerikë. Me shku në Amerikë. Okej. Hajde zë një kongë për gurbet në kjo për Amerikës. Këta dim që përgënon një Amerikan Shqip. Amerikan të ashtë, ja? Jam shqiptar. Shqiptarë amerikan, zemër, ja, pa, me pasaportën pa. amerikane. Pa. Pasaport shqiptare s'ki.
Kosovës. Kosovës nuk i. Ja, nuk kam po Maqedonisë? ta marr. Jo, Maqedonisë kam. Kosovës unë jam kosovar me prejardhje. Tim po. Kështu. Po. Kështu që mos lash zoti pa Ta kosovar. kanë bre pasaporta jonë. Ta kanë. Nëse me pasaport tonë mund me shku në Shkup, mund me shku në Tiranë, mund me shku në Bazë shkon. Me këtë tonën. I kanë hek besoj vizat Po, edhe i me kanë- tonën, Ma në fund. Po, më mirë është tapet. Masi na plasen. A shkojmë pak zin? Hajde pra e koft. Se këta vjet mi mur gurbeti nuk bash drit. Her në rrug her e rësir më shkoj trit. Se kam pasan qleto shok dite net. Roll jam konun me familjen gjithmon vet. Se kjo jeta fleta bardhesi. Si ja dola me shumë heka mrekulli. Se kjo jeta fleta bardhesi. Si ja dola me shumë heka mrekulli. Sa urzova, su dërzova në mërzi. Kur fitova, meritova dashuri. Zemra ime sa kërkoj rehati. Me shumë vujtje ergëzimi mrekulli. Se kjo jeta fleta bardhesi. Si ja dola me shumë heka mrekulli. Se kjo jeta fleta bardhesi. Si ja dola me shumë heka mrekulli. Se kjo jeta fleta bardhesi. Si ja dola me shumë heka mrekulli. Se kjo jeta fleta bardhesi. Si ja dola me shumë heka mrekulli. Prej Amerikës vjen Kosovë dhe kënëm prapë për gurbet. Do më thonë e ka djek. Sa vjetë the? 32. 32. Ku shumë bre, Albon, shumë a? Tepër. Shkrum, baba. Baba i bom shkrum për gurbetit. Okej, Albon, pas fat e një movë zoti, në karrierë, Faleminderit. e pas shëndet e familjet të mrekullueshme. Faleminderit. Faleminderit edhe prej teje shumë. Zenë që i kemë su fëmijë me folë kaq bukur shqip edhe me këndu shqip. Dhe më thonë, ti e meritori dhe sigurisht bashkëshortja. Pa tjetër, kështu gjunë zban me arru edhe traditën, kështu që edhe unë jam i knaqët. Po na dojna me mbyllë këtë pjeson dhe... Deon, a je këtu? Hajde o që këtu? Mos e na qove ka gurbetit, dojna me mbyllë me një kongë të gurbetit, që tekstin e ka shkru Samia, më duke dhe ngjofshëm me ki Samin, edhe ti edhe Albona, Sami Aliu, e një kongë që ka këndu Hamza me Albrimin, që konë shumë viral ditëve të fundit, një kongë për diasporë, një kongë për Kosovë, një kongë për... Edhe 3 emisione kemi më zonë, magar, i rrit. Do më të pa lot vogël edhe pak. A je gati me mbyllë sonte? Gati. Sigurt? Sigurt. Sigurt? Hajde atje. Faleminderit shumë juve e po si fate shëndet e jetë gjatë. Deon, pedin tashti. Kamar mallim, kamar mali, oj hoqave jemja, oj hoqave jemja. Veç kur vitit ti me nejdi, valla me knaqet zemra, oh pa me knaqet zemra. Kamar mallim, kamar mali, oj hoqave jemja, oj hoqave jemja. Veç kur vitit ti me nejdi, valla me knaqet zemra, oh pa me knaqet
shpirti pa ma dar. Kamar mali, oj nane peshoqnim, oj nane peshoqnim. Fala ju bënë gurbet qari, o qaj djallë i ri, o qaj djallë i